Tirin dhe Kristen, mirë se erdhët. Gjetëm. Do isha më mirë si ku të futeshim vetëm, mbase. A u sqaruat? Nuk po mundesh atjepja më të marrëdhënia, gjë që po më bënte ndihesha shumë keq. Reagim goxha të fortë lidhur me Xhenetën. I kam bërë blok të gjithave se vetëm më bezdisnin. E kanë marrë se kanë ai mendje të ndritur Xheneta? Jo. Është mësuar që të denigroj gocat, kështu që Ajo i prite. ofroi 20 euro, unë i ofrova 7000 lekë, sa aq kisha në. Jeni në gjyq tashmë? Jo, nuk ka për të transmetuar programit kush i tha. Unë kam marrë vesh shumë gjëra më pas. Një njeri më bipolar sa unë nuk di. Ti bëjmë një prank besës. Rregull, më mirë, vajlesh. 20.000 euro s'kan pak lek lal. Shikon, kam respekt për gjithë ishat në të drejtën. Ashtu ë? Kush do e fitoj këtë Big Brother? Rozana! Ja doli kjo. Ka nxjerr nga shtëpia me Zarfzi, Xhibanin, Jozin. E ka bërë ballë çdo lloj debati, çdo lloj personazhi. Egli e ka mbajtur atë shtëpi gjallë. Për një plan. Gjesti ngeli pa fjalë. Të puthesh Eglin, mendoj duhet kesh ca tuba oksigjeni në hund në moment. Mirë brama E po ja ku mblodhëm. Si rrallë herë që të flasim përsëri për Big Brother. Për herë të fundit Herë fundi se si na gjeti kjo gjë kështu, nuk ma kishte marrë mendje që do mbaronte kaq shpejt. Nuk e di se si do jetoj unë tani. Aman të keqe mos vdis, rro der të shtunë. Unë nuk vdes, ku? Po, Lady Gaga. Unë jam i përjetshëm. Po kam një pyetje mo, se nesër shpallet fituesi. Kush do e fitoj këtë Big Brother? Kemi ardhur me detyrën e shtëpisë të Ja. bërë. Gjesti! Rozana! Ja doli kjo. Po ti me Eglin më si 7-13, po hajde ja. Qetësi tani Se doni të mateni me zërin tim ju të Prita themi vegjël. me radhë. Unë mendoj që duhet ta fitoj këtë Big Brother Gjesti për 3 arsye shumë të thjeshta. Arsyeja e parë, është i vetmi banor i cili ka kaluar më shumë ditë në izolim se të gjithë pjesa tjetër, duke marrë parasysh dhe Big Brother Kosova. 2. Është i vetmi banor i cili ka provokuar pothuajse të gjithë, ka pas debate me të gjithë banorët dhe ka nxjerr nga shtëpia me Zarfzi, Xhibanin, Jozin. Nuk e di se kam humbur numrimin. Dhe arsyeja e tretë, arriti të përçante 2 polet e asaj shtëpie, Gertën dhe Rozanën, dhe njërin prej tyre e hoqi rrugës dhe ka ngel vetëm me Rozanën. Pra Gjesti e meriton këtë Big Brother ta fitoj. Kështu që Absolutisht as pak e vërtet. Të japun tani 3 arsyet pse duhet ta fitoj Rozana. E para, që ditën e parë që ka qenë aty, ka qenë një lidere. Dhe ka pasur gjithmonë debatet më të forta. I ka bërë ballë çdo lloj debati, çdo lloj personazhi dhe ka qenë gjithmonë sy pa trembur. Argumenti i dytë është që ka qenë në nominim shumë herë dhe gjithmonë ja ka dalë ti bëj ballë. Dhe treta, sepse është perfekte, kaq, faleminderit. u kpute. Tani Kaq, këta faleminderit, thanë, këta artiste. çunat e mi këtu thanë që do jepnin 3 arsye, unë do ju jap 10 arsye pse duhet ta fitoj pikërisht kjo vajza. Arsyeja e parë është sepse vetëm kjo vajzë këtu, Egli, e ka mbajtur atë shtëpi gjallë dhe në momentin që ajo e la me dëshirën e saj, produksioni riktheu pas një jave se pan që ran klikimet. Arsyeja e dytë është që miku arsyeja. Po të iku se të jesh me Eglin do të iki arsyeja. Po vetëm ti mund të jesh me Eglin, no, misi tani. Ndihmoni me një arsye, se lash na. Është dashur e Gjestit, ha. Ja. Nëse Ishe 10 dashur. thash një doli po. Gjithsesi Rozana e Egli. fiton. Ja. Egli. Gjesti. Egli. Rozana, shiko. Është e madhe shumë. Rozana, zemra, më fal. Çdo Prime hape me Rozana. Po, në Tema Prime- më të rëndësishme Rozana. Në qoftë se Prime i hapet në Ku orën ishte? 11 të darkës, atëherë Jo, hapej me Rozanën. më fal, mos ka qenë me naj Egli, me naj Gje. Këtë tipi këtu ti, këtë kush e di ke pasja 3-4 javë pa e parë në për Prime. Ma je Zonjën e Ma je nderuar, pak jo, Gjesti se dua t'i bashkoj të dy Zonjën bashkë e për herë të nderuar, fundit. artiste, shiko, Rozana Radin ti e kishe gjithmonë në çdo Prime.
Kështu që Mirë po, ne për më tepër, më fal, për më tepër, fitoria rrjedh një gjak zë. Tani, Mirë. të gjithë juve që vdisni për Gjeste. Ti e grise, po atë nuk e gris dot nga historia Big Brotherit. Ne dha mendimin ton, kemi shkuar për herë të parë në lushnje. Në lushnjën e bukur, lushnja jo në qytet të plasmasi. Të pëlqeu Kostian, ë? Po ishte herë e parë në lushnjën. Ka dhe byrek, më ka ngelur shia akoma dushë. Ishte i mirë byreku, Me qa fanbase kisha unë në lushnje. Po të gjithë e njihni Fatosin dhe Tani kishin të jesh dalë. lushnjar dhe mos kesh të bazë fanbase aty tani vetëm. Po, kishin Jeni dalë ta prisnin domethënë. E ndjekim se si ka shkuar Vox Popi dhe rikthehemi sërish në studio. Okej, grupi, jani me mua, pas me ndodhet shtëpia e Kongresit, ku është bërë muze në 1960-ën. Po, Fatos. Çfarë grupi sa vetëm mund të bëkoj. More, thash të bënim si guid turistike, t'ju tregoja lushnjën. Kemi ardhur në Lushnjë, qytetin tënd, prandaj po e reklamoj kaq mirë. Zesti neve kemi ardhur me tur prap në Lushnjë për të pyetur për fituesin e Big Brotherit dhe Shpullën e Jozit. Dhe shpullën e Jozit. A e dënojnë lushnjarët apo jo? Të shohim se ç'do thonë. Shkojmë. Kush e fiton? Ka ngelur Laerti, Egli, Rozana. Rozana? Qa ka Rozana? Me është femër e fortë, me kurajo, me vullnet, i del ballë çdo situate. Po për Gjestin ç'a mendoni? Gjestin, në krahasim me Rozanën nuk krahasohet. Po thonë që do ta marri Gjesti pa Mirë, le ta marri, s'ka. Se thonë që do e marrë Gjesti, se hëngri shpullën nga Jozi. Me pedi qa shpullë hangri. Nuk ka kuptim ajo, pse hangri shpullën duhet ta fitoj. Ua, po deri Viktimizohen njerëzit edhe Deri votojnë, gjuna për Gjestin, do sensibilizohen. ta votosh ti Gjestin se të vjen gjuna. Jo, Tha biri botës e ngri shpullën, erdhi nga Kosova në Tiranë. duhet të vënë logjika në punë. Shpulla ishte aksident, varet si Ti kë dënon, Gjestin që donte t'i hapte derën apo Jozin që e goditi? unë dhe me shumë vëmendje them drejtë nuk e pash, por Jozin patjetër. Kush Gjesti e ngri? Gjestin Big Brother, a e ndjek Big Brother? S'do ta shoh me sy Big Brothers. Po sezoni shalqive ka nisur këtu? Po shaqin pora. Herë si gjesh buzat e shalqin me nana ime. Unë them Egli. Egli, po pse Egli? Hajde ku hajde. Pëlqej unë, nena. A të pëlqen ti? Po për Gjestin ç'a mendon për këtë shpullën që hëngri nga Jozi? Mirja Beri. Mirja Beri? Ashtu bëndë. Hajde, iket. Kush e fiton Big Brotherin këtë vit? Ai më Kosovari. Gjesti, e? Pse, apo na që hëngri shpullën? Shpullën e meritoja i që... Ore, Po, jam kundur dhunës, por e meritoj shpullën, pse? sepse nuk duhet ta ofendon të atë, t'i hapte derën, qofshi mirë, kalofshi mirë. Djek, i shteti. Me vërtet, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Me thënë se jeni të paparë. Shumë faleminderit dhe ti je shumë e mirë. Thuj pak Dalinës i ke çunat me Kimet. Au, Dalinën kam shumë respekt, i ke çunat me Kimet, i ke të përsosur. Ashtu dhe. Tani neve kemi ardhur këtu në Lushnjë, sepse po pyesim për Big Brotherin. Po. Tani kush e fiton sipas te Big Brotherin? Unë me të thënë drejtën jam me Rozin. Jam me Rozin. Të them kot. Edhe Gjestin kam simpati, po me Rozin jam. Po shpulla që hëngri Gjesti. Shpulla që hëngri Gjesti nuk jemi me këto. Nuk ishte e nevojshme. Jo, nuk ishte nevojshme fare dhe ishte, nuk e di, Jozi e tregoj vetën. E tregoj disa herë, po e tregoj dhe aty në fund e i vullën çdo gjëje. Kush e fiton Big Brotherin? Prap s'ke kome. Zotri, kush e fiton Big Brotherin? S'ke ko, sepse Atë këngën Azeti ka bërë për lushnjarët, ti e di që s'kam ko. S'kam ko. Duam të dim kush e fiton Big Brotherin. Unë se kam pa fare. Big Brother. As shpullën që i dha Jozi Gjestit se ke pa? Jo, se s'kam televizor. Ja, pra lushnjarët e jetojnë jetën e tyre shumë të qetë, mjafton një shalqi dhe gëzohen. Lushnjarët nuk vajnë nga teknologjia. Si e një mëjzën? Kush e fiton Big Brotherin këtë vit? Gjesi. Pse? Pa ime po pëlqen. Nga që u martua, thua? Apo nga që Jo, nga shpullën? qëm fillim. Qëm fillim fare? Qëm fillim fare. Po për Jozin qa mendimi keq a futej me shpullë, lau. Jozi më pa hekrave. Ma pa hekrave. Po dolje, ja që pa ty 24 orë.
Po çfarë do shikosh? Edhe jepni emisione për fëmijë, jepni për të rritur të jenë edukativ, jo ato lloj emisionesh. Po pse me Shikoj atje. Ja, tani e prishe. Tani, ka. Kush e fiton Big Brotherin sipas jush? Unë jam me Rozanën, me shqiptare, nuk jam me kosovare. Pse e që ke raciste domethënë? Jo, me shqiptare. Po shiko, mua më pëlqente më shumë Gerta me thënë drejtën. Pse nuk vajti Gerta? Çka ka Rozana më shumë? Në snoga. Ishte ndonjëherë flet më shumë se fjalët e këto e kemi vërtetuar disa herë në Vox Pop. Sokrati i madh i Greqisë, e vërtet është. Se fiton Big Brotherin këtë vit. Unë. Bravo. What? Që e meriton tamam është Rozana. Po çka ka Rozana? Gjithë lushi jam me Rozanën. Jo, dhe me Laertin jam. Unë domethënë tipo Rozana është është integruar më mirë domethënë, më shumë domethënë për këto muhabetet, skenat që ka bërë, e kupton? Po kush mendon se me Për mu, do me që da marri vetëm atë shpullën që hengi e merr Gjestin. Ja, këtë do thoja, ti këtë dënon Gjestin i cili i hapi derën apo Jozin i cili e goditi? Shiko, të dy për shembull kanë gabimet e vet. Dhe Gjesti që ka gacmuar shumë, sepse me hedhjen e kryqit për shembull nuk mund të bësh për shembull një shaka të tillë, për shembull flasim me po tani dhe ajo për shembull nuk është gjë e mirë me atë që bëri dhe Jozi, e kupton se çdo është publik për shembull që e shikojnë shumë, e kupton, shumë miliona shqiptarë. Po Gerta e meritonte finalen apo Egli është më ajo Gerta e meritonte, Gerta është vërtet e meritonte, po Eglin e mbajtën më shumë për mendimin tim sepse donte që qetësonin dhe Gjestin, besoj unë them. Pra e kanë mbajtur me hatër kot, nuk është se meritonte. Ose për të bërë dasmë. Them sepse dhe ajo ka luajtur shumë dhe më dha shpirtin dhe ajo të sakrifikoi për dashuri, për shumë gjëra, e kupton? Aty Big Brother dhe skeç ai thotë, po për mendimin tim kam qejf ta fitoj Rozana. Për mendimin tim. Ka shumë njerëz që thonë që ajo ka luajtur me Gjestin. Është e vërtetë tani apo ti mendon se ka qenë dashuri e vërtetë? Nuk e besoj që mund të ketë luajtur sepse era ka me kokë me atë, e kupton? Domethënë një gjë që s'mund ta bëj dot një njerëz, e kupton? Si ai veprime që uli dhe vetëm për ndjenjën apo jo? Shumë, po për ndjenjën normale. Çuna kush e fiton Big Brotherin këtë vit? Gjesti po pse Gjesti? Është më i miri, është më i miri. Po tani hengër shpullën nga Jozi, mendoni që do forcohet më shumë? Po. Ashtu, a? Po. Çau ti thoshit Jozi t'ju për këtë shpullë që hangri Gjesti? Mirja bëri nga njan. Kush e fiton sipas teje? Unë mendoj Laerti. Vërtet, je një ndër të pakta që ka thënë Laerti, nga brezi i ri të pak. Të gjithë tu janë me Rozanën ose me Gjestin? Nuk e di, më pëlqen. Po, tek Laerti, më thuaj dy gjëra që mendon ti që e shpallin atë fitues, dy vlera. Mua më ka pëlqyer që gjithmonë është përballur gjitha sulmeve që janë bërë. Edhe nuk e di, besoj se është i denjë për ta fituar. Po me Valbon shkonin si çifta pas. Jo. Ka? Jo. E ka përdorur për lojë thua? Besoj se po. Valbona sinqerisht ka pëlqyer asnjëherë. Nga zëria carues apo? Po dhe zbërtiste shumë. Sipas teja është Laerti një nga meshkujt më seksi të këtij edicioni? Apo Fatosulo? Okej. Këtu. Kush? Djali është i lezetshëm, po Laerti ma merr në kthes. Po. Do të fshafë herë Laerti zemra. Do ta bëjmë dhe unë i mirë kur vetën moshën Laertit, si dihet. Votoni për Fatosin. Kush sipas teje si një lushnjare e denj, kush e fiton këtë Big Brother? Unë them inshallah ta fitoj Laerti. Vërtet, Me ata kam qenë që fillim edhe jam. Po për të dalë këtë më mirë. Po për Gjestin, ç'a mendon për Gjestin? Gjestin ja bëri mira i Jozi që i gjujti se... Jo, pse ne lushnjarët nuk jemi të dhunshëm. Nuk është puna se jemi të dhunshëm, sepse ai bëri gabim sepse hodhi kryqin e ujë. Ja hodhi atë në fen, se ja uli fen, ai aty e pati natin. Po Eglisi të duket Eglisi vajzë, shkon me Gjestin? Ja. Pare? Ai shkala më para. Po mendojnë që kanë dashuri të vërteta pas? Zbesoj. Ai deklaroi që tha unë sa dal jashtë do zhdukam. Do prishemi snuk, s'badna. Ishe kot. Në rregull, shumë faleminderit. Pranoja. Ai shkala më para sot. Fiton Big Brother VIP 4. Sali Berisha e Tirana. Bravo. Ky është 11 maj ajo, po okay, mirje. Ne kemi për këtë në rregull, mos e vra menjen. Rozana. Vërtet? Shumica e lushnjarëve kanë thënë Rozana. Pse? Po sepse e meriton për qëndrimin që ka, për argumenti, për zgjuarsinë.
Po për Gjestin. A nuk e meriton Gjesti sipas teje? Se ka luftuar shumë. Ka luftuar. Është shumë fëminor. Është shumë fëminor. Dhe vetëm për këtë arsye nuk e meriton? Dhe për arsye tjera, nuk e di, për lojën që ka bërë me Eglin. Ka luajtur sipas teje, s'ka pas ndjenja ose? Ka luajtur, po, ka luajtur. Po për shpullën? Për shpullën që Jozi dha Po tani për një shpull. Për një plan. Për një plan. Por e fatos, se nuk të kam pyetur. Që ka nxjerr Lushnja? Ç'a është një kokë nga Lushnja? Si bën sikur si një, po Lushnja ka nxjerr shumë artist, duke nis nga e madhja Vaçe Zela. Pastaj kemi më të mëdhenj, se Vaçe, Chiara Tito, Ronaldo Sharka. Kaqë? Jam dhe unë. Je dhe ti, mirë, rregulloj që nga fundi pa. Kush e fiton Big Brother VIP 4? La erti. Mos, pse? Kto e prishe? Po tani, ata mendojnë më të mirin. Qa ka ai është i squar? Po. Dhe i argumenton më mirë gjërat, është më i shkatët. Po kur ishte brekt mirë argumentonte? Aty tash s'flas dot. S'flet dot, ë? Po mirë, tani me Slerti dhe Eglit kë mund të zgjidhje ti? Kush mendon që është më mirë? Slerti. Të vërtetën? Se di që do thuash Egli, e? Po. Egli, Të pëlqen Egli ty si kallup apo çfarë ka brenda kallupit? Po në mënyrë të përgjithshme. Në mënyrë të përgjithshme. Edhe brenda dhe jashtë. Po Gjesti e meriton të Gjesti shpullën e Jozit apo jo? Jo. Bravo, këtu më ke pëlqyer. Bravo, sepse ne lushnjarët jemi të butë. Po. Çfarë ti the Jozit nëse do të ndiqte tani? Po do i thosha që veprimi që bëre ishte i gabuar. Ishte i gabuar, ë? Thuaj mos e bëm më, thuaj se të vret Zoti. Mos e bëj më për arsye sepse ka një Zot lart edhe duke i bërë këto veprime, marrim gjunafe kot. E shef pra. Kush e fiton Big Brother? Hej, pas pak do të ndiqni intervistën tonë ekskluzive në Andale. Mos harroni të bëni subscribe këtu poshtë. Megli, gjeje çka ka ndodhur këtë herë? Është feju na njëri. I është futur në gisht një unaz. Ere më lirë ta mbaroj koleg. Ka pjell na njëri, më fal lind na njëri? Jo. Është tentuar pjellja. Diku. Gjithmonë me të futme e kemi këtë të parën. Thuhet që Alba dhe Limi Hoti në fermën VIP poshtë organit kanë luajtur rëndshëm fare. Jo. Ai tha, unë u futa me Albën poshtë organit, u zhveshëm dhe ajo kishte shumë vap, unë po e freskoja pak. Si është freskimi, se unë jashtë organit shikoja lëvizje ul ngrit. Ka qenë të bë kështu. Sigur shkundin. Ka qenë duke bë, fër ma bën fustani. Por gjë kujt nuk i bën fër fustani, Big Mama tha, ti më tha të bëri ai për budallaqe, tha, pse shitesh lirë, moje pa moralshme. Ndërkohë që Big Mama më lër të kujtoj që ka një këngë e cila quhet Video Seksi. Po, por ajo i tha për një mashkull, për një feshkull i cili nuk ka ndjenja për ty, ajo aty e kishte, jo te seksi. Pra thua që ajo ka për të mirën e Albës. Ajo është një mama e madhe në këtë. Mirë ke, po një mama akoma më e madhe se ajo është Luana Vjollca, sepse Luana tha një herë të më provosh, gjithë jetën do më kërkosh. Heo. Pa kjo që hidhen kunjat Ledion Arbana tha do hy dhe unë mes tyre. Se kishte për produksionin. Unë e mendova nga anë tjetër, po pas ka qenë për aspekt pune, ndjes, të më ndjeni. Thash nga që është nda, mos po dërgonte mesazhe subliminale ishit të saj, por me sa duket që ka profesionale. Por mesazhet e ishave i dërgojnë dhe disa të tjerë. E kanë fjalën për Zoomin, i cili ishte në fan club dhe u pyet për raportin me Eglin dhe tha që unë nuk kam pas asnjë raport me Eglin, por dua të them vetëm një fjalë, një fjali domethënë, dhe tha: karma ekziston. Wow. Zuma Lushi ka deklaruar që karma ekziston, duhet ta mbajmë mend këtë. Që kur mbolli flokët Zumi është flak fare, më pëlqen. Me mend të reja, me flokë të reja. Fix. Por unë do të diskutojmë pak edhe atë dasmën e madhe që ndodhi në Big Brother. Egli dhe Gjesti më në fund u martuan. Por unë kam hallin e Eglit. Unë mendova se ajo po jepte firmarje artificiale, se Gjesti ngeli pa fjalë.
pastaj kuptova që thjesht po putheshin. Të puthesh eglin, mendoj duhet kesh ca tuba oksigjeni në hund në moment. Egli po e ushqente si një nën zog. Bënte fotosintezë. Por ajo që më bëri mua përshtypje ishte që motra e eglit e kishte suportuar, sepse kishte hedhur një story dhe kishte thënë që unë jam e lumtur kur ti je e lumtur. Por lumturia nuk zgjati aq, sepse Gjesti e hoqi unazën dhe kishte bërë një koment për fizikun e eglit. Më lejo të ta gjej. Kishte thënë që e kam jetën të tmerrshme jashtë, një femër si ti nuk mund të më duroj as 2 minuta. Kaq thot, i bëje pishmani që të kam njohur, shumë pishman. A e dëgjove me ty më as jashtë, as brenda, as kur gjë, kur hiç, sapo të dal blok e ki nga unë. Këto janë ëndra e çdo femre që do të dëgjoj pas dasmës. Do të thënë këto janë fiks fjalët që unë do doja të dëgjoja në muaj mjalti. Në me thënë i kam kështu të manifestuara. Por ai doli me brek jashtë shtëpisë në pishinë dhe me xhupin e tij blu dhe bërtiste fliste me xhindet e Jozit, dhe thonte kur më babo, kur më. E pritshme kjo nga Gjesti, po unë them që i ka mallkuar dikush këto që nuk i eci. Dhe gje kush i ka mallkuar. Gjenki. Si është ajo. Flokët. Ajo si mëja mas këpucësh, nuk të shqitet, vetëm në ai zorë ta hedhësh ani, domethënë. Jo, s'bëhet laf. Gjenki kishte hedhur një video në TikTok dhe kishte thënë një Gjenki ka bërë nëna. Dhe thuhet që e ka hedhur për punë për këtë, e kupton? Zoti ma, vazhdojnë e kopjojnë Gjenkin, domethënë. Gjenki është Gjenki pa jemi ne. Okay. E kupton? Ta falenderojmë? Faleminderit Gjenki. Por kalojmë nga Gjenki tek muzika, sepse është rikthyer baba i ikonave, është kthyer ai i pari, i vetmi, i fundit. Ferra. E pe klipin e ri. Unë nuk e priste, domethënë ishte kaq i but. Prisa atë Feron gang. Po avash. Nuk ja bëri as bang. Është akoma me fen, po është transition, është proces. Po, që mos duket sikur ishte çdo gjë për show. Tani domethënë po e merr me baby steps. Është si ajo video që shikojmë në internet që thot trust the process. Unë kam bëj kurrë. Dhe mirë bën, sepse ti e di që unë të kam mësuar mbas çdo episodi që duhet të besosh vetëm te vetja, se njerëzit të lënë në balë dhe ikin. Po as ta gënjej veten. Ikin njerëzit, edhe ti do ikësh, do mlesh domethënë vetëm këtu, po unë kam frikë. Për herë të parë në WTF Show do të kemi të ftuar në episodin e sotëm një çift. Njëri është këngëtar, mjaft i njohur, tjetra është moderatore. Të dy kanë qenë pjesë të këtij edicioni të Big Brother. Jemi shumë të lumtur sot që kemi të ftuar Tirin dhe Krisën. Mirë se erdhët. Përshëndetëm. Publiku në studio ka aploditje. Është shumë kënaqësi në fakt që shikosh nga afër një çift kaq karizmatik dhe të bukur. Po njerëzit janë pak kurioz të dinë se si ka nisur marrëdhënia juaj, se keni qenë pak larg syrit të publikut. Ai do variantin tim apo të Krisës? Të dyve, prandaj ju kemi ftuar të dyve. Ta nisëm me që zonë të ftova e parë. Shiko, Tirin e kam ftuar unë tek programi im, gjatë kohës që ne kemi punuar të dy në RTS dhe unë sapo kisha filluar same edhe Tiri, po në atë kohë Tiri ishte edhe pjesëmarrës në festivalin e 62 të këngës. Dhe unë si për ta pasur më të lehtë për të marrë dhe të ftuarit në RTS, sepse sa po kisha nisur edhe programin, e nisa me konkurrentët pjesëmarrësit e festivalit. Dhe njëri nga ata ishte Tiri, që i cili e pranoi me një herë ftesën në fakt. Po, dhe kur e ftova, na ndodhi një situatë. Unë e bëja programin me regjistrim. Dhe Tiri u detyrua të priste pak, nuk ka pritur një orë, jo, se maksimum 20 pak minuta ke pritur, s'ke pritur më shumë. Ai kishte mbërritur dhe unë gjitëm lart në regji, edhe i them 2 minuta erdha, zbres poshtë dhe kur vi për ta takuar i them më fal që të lash të presësh, dhe ky që ja jep. Ama ta si ju tha këto emisionet me regjistrim, ta kshu i keni tha, na lini të presim një orë, domethënë na thonin në orën 2, fillonin në orën 3. Edhe unë më pak acaruar, pra. Dhe unë më mendje time po thoja zot sa mendje madh që nga ky. Po ndërkohë në mendjen time po thoja zot sa mendje madh që ka kjo. Që më la të priste gjysore këtu. Ama pritja ja vleti. Po nuk ka qenë dashuri me shikim të parë, pra kur e pat njëri tjetrin, pat ndonjë feeling apo ishte thjesht ai acarimi aty
momentit. Pas atij momenti, pra gjatë kohës që po bëj intervista, pati një lloj kështu vibe. Që mua ma tha në kufje regjisoria ime. Shiko, jo, unë thjesht po vazhdoja bisedën, intervistën normalisht, isha edhe në fillimet e mia dhe të vetmi shqetësim që kisha ishte që intervista të shkonte mirë, kupton? Dhe po e shikoja që po shkonte mirë dhe ky sikur u qetësua pak, se në fillim dhe ato pyetjet e para kanë bërë çik me siklet, duke marrë parasysh vibe-in që më dha, thashë po bos do jetë ky tani. Por Sara në kufje më thoshte që mo ju të dy çfarë po bëni, e kupton? Dhe unë që po rjam veten time po thoja çfarë po bëjmë. Ishte hapa para. E ku se mori hapin e radhës pastaj për të flirtuar ndoshta në një ndër provat e mia në radio televizion. Po, më urove fillimisht. Hajde dëgjoj këngën, edhe tha patjetër do vi dëgjoj. Tani thotë që unë shkova dëgjova dhe këngët e tjera. Jo, unë kam thënë do viti dëgjoj të gjitha. Shiko si ishte. Doli lajmërimi që unë isha një ndër prezantueset e festivalit atë vit. Më thënë, në fakt pas intervistës unë dhe tjerë nuk se patëm më kontakt. Jo, po lajmërimi doli mbrapa. Po pra, dhe nuk patëm. Jo. Se ndani mirë do me thënë se... No, më ke... Ka fillimisht me gjukëngën, më pas ke marrë. Jo, mos e ngatro këtë imi takuar në korridor, kam qenë tek emisioni e Lonës, madje dhe imi takuar aty sepse ti kishe filluar podcastin dhe murove live. Shiko, Krista ka memoria më të mirë. Unë kam memorien zhiv. E kam zhiv memorie. Ky ngatro pak gjërat. Unë kam kështu. Nuk është se përbën ai detaj kjo, nuk është. Cila është një gjë që pëlqeni më shumë tek njëri tjetri dhe një gjë që e pëlqeni më pak? Tiri? Të nisim atë që pëlqen më pak. Nisim atë që ta rregullosh në fund. Është çik shumë addicted ndaj telefonit, së fundmi, me thënë drejtën. Jemi që gjithë kohës. Nuk më pëlqen kjo gjë. Gjë tjetër jo, nuk është se ka. Ka thuar tani kjo gjë, se ka pasur ta dini. Po, gjë tjetër nuk është se ka, se me ha që bëjmë çik me nerva shpejt. Me mirat e me të qija dhe më dhe pëlqeja si që është. Shiko, addicted pas telefonit, po u bëre viral nga videot e Krisit në TikTok, do me thëmë video 1 milion plus. Po, janë deshin sillin bashk. Kur diskutojmë videot, patjetër ne ulemi bashk, diskutojmë bashk, i aranxojmë bashk. Pastaj mbrapa fillon. Po, dhe ti je shumë pro këtyre videove të fani dhe situatave. Ka qenë një moment që po e tregoj tani, kam gënjy. I kam thënë që videon pasi postohet duhet lënë gjysmë ore, nuk duhet parë. Në atë mënyrë tash më shumë klikime. Çfarë thua ti dhe mbyll. Realisht edhe nëse ka qenë gënjeshtër ka rezultuar e vërtetë. Po, kam dëgjuar edhe unë këtë që TikToku po funksionon, kjo që duhet të dalësh nga api në mënyrë që ai të nxjerrë njoftime që ti të hysh sërish. Okej, nice kjo gjë. Ndërsa unë tek tiri shiko, ka... Pritë se nuk ta që më pëlqen. Aha, do ta thuash që të pëlqen. Gjëra që më pëlqen të Krisa, që është shumë e komtok, më pëlqen fakti që është ka energji shumë të mirë, është gjithmonë e qeshur, më rregullon gjithmonë ditën. Po edhe me ato nervat e veta, prap më nuk besoj se qetëson me nerva. Jo, më si më thënë më fut. Para 10 minutash u zut. Më pëlqen me të mirët e me të këqijat realisht. Pse u zut para 10 minutash? Nuk ka thjesht muhabet parkimi. Nga këto muhabete që përfundon pastaj komisaria. Po, jo, dhe këto zënga tona i kemi shumë të shkurtra. Se unë me makinën të më thënë jam çik praktik, normalisht si çdo mashkull shqiptar. Kur du në pimi kafe të shpejt, le me i ven aty sa me pjetë e kafe dhe ka i Krisa jo, du të sigurohet që është vend adeguat për parkuar makinën. Krisa ti? Ndërsa unë, qëfar nuk pëlqit e këtiri? Shiko, nuk është se ka diçka, mbase më përpara thoja ajo natyra ti e qetë në herë më... Po pritë më ta them pra. Ajo natyra ti e qetë në herë, mbase nga që unë jam ekspresive dhe në ca situata nga që ky është shumë i qetë, dhe them, ore, si është robi kaq i qetë, dhe më të duhet qetësohet ndonjëherë, por jo bën mirë që është kështu. Nuk është se kam diçka, ndonjëherë që përton kështu për gjëra që mua më acaron nervat, që s'duhet përtoj për këtë, duhet çohet ta bëj. Ndërsa pastaj për gjërat që më pëlqen është që është shumë fani. Po për çfarë përtojë njerë, një sekondë. Hajde pra se e kam gjuhë dhe herë tjetër. E kam gjuhë dhe herë tjetër për thonë, e kam gjuhë, e shërë dy qethu për qepruar, e këtë përtoj. Përtoj për qa për shumë, më thuj rast. Përtoj për qa, shikoj, jo që je për tatë, se s'do thot kjo gjë, por
në situata në ndërtem të bëjmë diçka për shembull që video. je pak neglizhent në këto gjëra. Video po atje. Fjala e dur neglizhent. Fjala e dur, jo për tac neglizhent. Pastaj për gjërat e bukura që është funny, është i qeshur tërkohës, përpiqet ta kthejë situatën shpeshherë në humor, është shumë i zgjuar, më ka ndihmuar realisht shumë në shumë gjëra dhe është kështu, si libër. Kush e do më shumë tjetrën? Këtu duhet të vini dakord të dy bashkë. E lëm 50-50. Smatet dashuria, si mund ta. Po unë mendoj që ndjehet kur dikush ka një çik më shumë afeksion ndaj tjetrit. Nuk e besoj, ja, shiko, domethënë dikush mund të jetë më shumë i dhënë mbase, po jo nuk do të thotë detyrimisht që dashuron më shumë. S'është me natyra, me natyra të qeta. Fillimisht kam qenë unë më shumë i dhënë, me thënë drejtë. Si gjithë çunat që sa ti bëjmë për vetë. Pastaj halër dhe mrata, shpia ke shtëpia. Jo, po tani nuk është se ka rënë në nivel interesit nga ana ime, po është shtuar niveli interesit nga ana Krisës. Se kam pak skeptike në fillimet e mia, me thënë të drejtën. Sa e vështirë ka qenë që ta mbani lidhjen larg syrit të publikut, se të dy jeni personazhe të njohur. E bukura është që Në mirë që mbajtëm sekret, për të rekom gjithë botës. Po pra, e bët të madhe. Para se të futeshim big, domethënë kemi qenë që kohë sot kujdesshëm, ku po shkojmë, ku po dalin, se mos na shohin njerëz. Edhe çik për arsye pune, jo për arsye se nuk donin për shembull Krisa në fillimet tona ka pas punuar akoma në televizion, domethënë. Nuk doja që të ishin këto llafe që qarkullonin, pa çka se filluan të dilni. Po nuk ishte asgjë konkrete. Për shembull, Gerek Xhari që ishte big ka pas punuar në televizion bashkë me ne. Kishte gjuar, po nuk kishte të sigurt, ndaj dhe nuk foli aty brenda. Kështu që fillimisht e kishim shumë të shenjtë, domethënë donim ta marrim vetëm për vete derisa po me plasë mirë. A jeni penduar që në atë lojë u futët çift, mos do ishte më mirë kur e menduat më pas që të ishit futur tek apo ju eci loja dhe ashtu në çift? Jo, nuk mendoj. Domethënë në rast se do futeshim since day one, pra që ditën e parë, mendoj që mbase do ishte më mirë sikur të futeshim vetëm mbase për arsye të lojës, flas. Po jo, në atë pikë që ishte loja, e menduam, e rimenduam, dhe thamë që po është më mirë të futemi bashkë. Po, ose mund të ishte diçka më interesante ndryshe nga banorët e tjerë që ishte. Pra e menduat vetë, nuk është se ju shtyu dhe produksioni që të futeshit çift. Jo, produksioni na e bëri ftesën bashkë, pastaj produksioni na e la të hapur, pra si të donë. Si të donë. Po, në momentin që ti Krisa u largove, patë edhe një si thuash reagim në Instagram për rrugtimin që Tiri vazhdoi në Big Brother. Kur Tiri doli, cila ishte gjëja e parë që i the dhe au sqaruat? Jemi sqaruar gjithë natën. Atë natë po. Shiko, unë e kam thënë edhe në deklaratën time që nuk e hedh poshtë në asnjë moment, edhe e di që e ka bërë për lojë, por prap dyshimet janë se largo zot çfarë ndodh helbete. Bëhet vaki. Por jo, unë sqarova me Tirin dhe Tiri ma tregoi gjithë planin që kishte. Në fakt mua Livia më dha një mesazh jashtë. Ta themi këtë gjë, po. Çfarë plani? Më tha që ka një plan. Kaq, nuk e dinte as vetë Livia ç'e plani ishte dhe prandaj kisha këtë. Se unë e di që dilte Livia. Kisha një ndjesi. Ishin dy në mbase mund dilte Livia. Edhe i dhash një mesazh, i dhash tuaj Krisës që ki besim ton, it's just a game. Edhe besoja ka dhënë mesazh. Po. Cili ishte plani ti? Dhe aty pastaj u qetësove Krisa kur të erdhi dhe kjo fjalë e Livias? Jo, nuk kam dëshuar në asnjë moment ke Tiri. E dija edhe po t'isha vetëm prap do isha, më thënë edhe po Tiri t'ishte vetëm në lojë, unë mos përfshesha fare në Big Brother, dhe isha goxha suportuese ndaj lojës së tij. Ndërkohë me që jemi tek reagimet në rrjetet sociale, Tiri ti ke pasur një reagim goxha të fortë në Insta Story lidhur me Xhenetën dhe faktin që ajo shitet për 500 lekë në Dubai. Jo, nuk e kam thënë atë, mos e kish interpretoni këtë gjë. Do me thënë, e tillë doli pastaj dhe në media, se doli e tillë se i di skupet mediatike, kam punuar. Po dhe në trotuar duke sikur kishte një tension mes jush edhe po debatonit për gjestin. Dhe të dyja kishte qendrime të ndryshme. Po, vërtet që ti këtu vetëm për gjestin po flet për atë po njihesh, do të thënë, shkove deri në finale në Bigun e Kosovës dhe vjen këtu në Shqipëri dhe flet për ishin tënd, mua kjo s'më duket normale. Ajo si duket ky koment, ky opinioni im nuk i pëlqeu dhe reagoi në atë formë. Sa që filloi dhe më përmendi fanset e vetat, ndërkohë fanset e saj mu sulën mua. Unë thjesht i kundër përgjigja, ajo e mori sikur jam zën. Ndërkohë që i kam bërë blok të gjithave se vetëm më bezdisnin me tagje, me ofendime. Gjë që edhe fanset e mia ma kërkuan ta bënin atë gjë dhe nuk e lejova, kështu që është në dorën tonë, nëse ne i lejojmë fansat kundër vijnë kundrejt personazheve të tjera apo jo.
Dhe tjetra më ofroi 20 euroshin dhe unë i thash shko në Dubai, në sensin që meqense sapo kishte mbaruar pushimet me çfarë pas, se nuk je për të dhënë opinion këtu, dhe 500 lekësh ishte kundër përgjigjja e 20 euroshit. A mendon ti që Xheneta së fundmi po përdor gjithë këtë situatën me gjestin vetëm për të marrë vëmendje dhe për të rritur karrierën e saj? Po çfarë buk në kurriz të tjerëve, kaq. A mendon ti, domethënë duket. Ç'punë tjetër ka ajo? Ja kanë marrë se kanë ai mendje të ndritur Xheneta edhe presin gjithë shqiptaria të marrin opinionin e Xhenetës. Jo. Jo, thjesht duhet jetë hapur të pranoj çdo lloj opinioni, nuk ka pse reagon atë lloj. Po, ndërkohë unë në momentin që e pash nga jashtë, pra që nuk e kisha ndjekur dhe intervistën, në momentin që pash atë reagim thash pse do me thënë edhe kundër përgjigja duhet jetë po të njëjtit nivel të themi me fjalën e tjetrit. Sepse ai lloj njeriu nuk merr vesh ndryshe. Ajo gjuhë komunikimi që po komunikosh në atë mënyrë. Unë kam përjetuar shumë keq mbrapa, kam kërkuar të fshihet debate, sepse nuk dohet përfshihesha fare më në këtë lloj historie. Por po të vjetre kush e ka parë intervistën nga fillimi në fund, kur Nevina thotë që lërini me kaq, unë nuk e zjas më, kur mbas muhabetit të fansave të bisedës që kanë pasur me to. Ajo filloi pastaj do ju jap juve 20 euro. Prit pak, hold on a second. Se unë s'ta lejoj këtë gjë. Kështu që meqense ti po më flet në këtë lloj forme, atë do të kthehem dhe unë akoma dhe më keq. Ajo i ofroi 20 euro, unë i ofrova 7.000 lekë, sa aq kisha në atë periudhë. Bëna story. Është për një krizë. Po t'ja vi 7.000 lekë. Kështu që unë e di që ajo është mësuar që të denigroj gocat, i uli gjithkohës, mbasi ndihet inferiore, nuk e di ku e ka problemin, po kjo nuk është një mënyrë e mirë se si do ta shisësh veten tënde në ekran. Le ta lëm pas Xhenetën dhe pak më parë tha që ju keni shpesh debate me njëri tjetrin dhe zënka të vogla. Sa ka qenë koha më e gjatë që keni ndenjur pa folur? Keni qëndruar pa folur të zënë? Ajo nuk ka qenë zënka, ka qenë një periudhë kështu. Pauze. Kind of zënk ishte. Kind of. You were on a break? We were on a break. Mbasi në një pauzë, break. Një lloj pauze, un kam pasur një periudhë time një shumë të mirë, mbasi për shkak të mbingarkesës së punës, pagjumësisë, bëja 3 emisione njëkohësisht, po ndjesha shumë e lodhur dhe nuk po mundesha të jepja më të marrëdhënia, gjë që po më bënte ndjesha shumë keq. Dhe ka qenë diku te një periudhë rreth një javë maksimumi në gjë. Po kjo është me muaj. Me muaj, kjo që ka shumë. Jo, mbas më pak si jam. Edhe gjatë atë kohë nuk është se rrinim pa komuniku, flisnim. Thjesht ishte pak e ftohtë gjendja, kupton, kaq, nuk është. Kush e mori hapin e parë për ribashkim në atë moment? Tiri shkove me lule, me gjëra, apo me fjalë të? Jo, fjalë, në të drejtën, por që Krisa që ajo pastaj nga ana tjetër që e përmblodhi gjithë gjën dhe tha që po, tani e kam shumë më të qartë gjën dhe u kalua pas. Qartë. Krisa, me që ti përmende pak edhe ngarkesën që ke pasur në punë dhe në televizion, së fundmi kemi parë disa skandale që kanë ndodhur në televizionin ku ti ke qenë pjesë prej disa kohësh, edhe një ndër arsye pse hoqa dorë. Do me thënë si është situata, si qëndron, sepse pushime të her pas hershme të personazheve shumë të njohur, moderatorëve shumë të mirë dhe emisioneve më të klikuara të theme. Dëgjoj, mund ta nisim që kur unë moderoja me Ardit Murata Mëngjesin, që thjesht Arditi nuk ra dakord për disa pika të kontratës dhe menjëherë ju tha që nëse nuk pranon, okay, ik, nuk na intereson, e kupton? Gjë që Arditi më pas vazhdoj me procedurat e tij, sepse fiks me njëherë ditën tjetër erdhën moderatorët e rinj. Mua mu tha deri një ditë para, pas dite që do jesh ti me një moderator tjetër, me atë që është aktualisht. Më pas u ndryshua, erdhën ata që kanë qenë më parë në këtë lloj forme, thjesht pse ata nuk ishin dakord, Arditi nuk ishte dakord për ato pikat e kontratës. Unë kam marrë vesh shumë gjëra më pas, kam marrë vesh, nuk e di sa të vërteta janë, por to më kanë thënë që ishte vendosur me kohë që ne do iknim. Që në momentin kur drejtoresha aktuale, nuk s'mo ta quajmë drejtorese, nuk është. Që është mori postin e përkohshëm aty, menjëherë filloi ato punët e saja për të ndryshuar gjithë RTS-n që kishte nisur edhe po fillonte edhe po ngrihej dhe emisionet realisht kanë qenë shumë suksesshme. Më pas me mua ajo negocioi që unë do riktheja sërish stacionin Roz. Okej, prita, nuk ma riktheu, më pas patëm një ofertë tjetër për të punuar me Ermalin, gjë që punova me Ermalin deri në dhjetor, më pas mes shumë trazirave, shumë bindjeve, ma ka kthyer 100 herë për të rinisur dhe një herë stacionin janar,
në minutë të fundit, unë kisha bërë regjistrimet, ajo ndërkohë thoshte, jo nuk ka për të transmetuar programi kush i tha, ndërkohë që ajo vetë aprovonte këtë gjë. Po ishte një lëmë Dhe një shumë i madh. Po, një njeri më bipolar sa unë nuk di, domethënë, mënyra se si ajo i kthente sot për nesër, sot për sot. Po, dhe tashmë ka ardhur momenti që të reagojnë të gjithë, por reagoj dhe unë. Një ndër arsye pse jam larguar nga RTS-ja, përveç Bigut që më erdhi kjo ofertë tash, it's a sign. E kupton shishe që unë duhet largohem nga tu sepse ishte bërë një ambient toksik, një ambient që unë nuk po ndjeja më siguri në punën që unë po bëja. Po punën e RTS si punë shteti. Po pra, po pak shtetërore çao. Shtetërore është, po ti nuk mund ti heqësh njerëzit në atë lloj forme. E kupton domethënë dhe unë ata kam pasur edhe ajo ka qenë një periudhë shumë e keqe për mua dhe tjerë e din sepse ngela nuk as nisha shpesh, nuk dija do isha. Po, edhe nuk dija se çfarë të bëja, sepse këtej të mbante me gajret kur thon, edhe këtej pastaj vetëm kur të kishte nxjerr flak në rrugë. Dhe jeni në gjyq tashmë? Jo, nuk jam në gjyq, nuk jam në gjyq. Unë regjistrova 2 puntata të stacionit që i transmetova sepse xha do filloja, më pas kur erdhi oferta e Bigut, ndërkohë që unë edhe ato 2 puntata të tjera i di shumë mirë, i kam nisur dhe i kam bërë, domethënë 100 herë ma ka kthyer atë datën e transmetimit. Sa ishte edhe me të ftuarit, zot na falu fliqëm, realisht, se i thoja datën ku të transmetohet dhe ndodhte komplet e kundërta. Janë këto metoda tipike të vjetra të nuk e di këtë periudhe që të bëjnë këto lloj numrash që të e ndryshojnë datën, tulin pak çmimin. Po kanë çmimin, moshën gazetare. Moshën gazetare, edhe unë se po flas mbas në emër Termalit, mora vesh tentuan i hoqi publikun, i hoqi një gazetare, pra si që të një mënyrë sabotazhi. Po, që ti kështi nga puna, jo të të pushojnë, që mos t'ken arsye që ta hedh në gjyqje, kupton? Ndërsa ditë Murate ndërkohë ka çuar në spak. Po ndërkohë, pse nuk keni mbledhur pra të gjithë prezantuesit se dhe Lona që tashmë punon në Andal është larguar, Ermali po, Alban Dudushi, Bledi Strakosha. Pse nuk mblidheni të gjithë bashkë, se mbase shumë veta bashkë kanë një zë shumë të fuqishëm se sa secili individualisht. Kam përshtypjen, aty duke qenë si ishte edhe një kaos e gjatë periudhës që kjo po i bënte këto ndryshime, këto rrëmuja, ishte hapur dhe kandidatura për drejtorin e ri, kështu që xha po thonim kjo do hiki, do vijë tjetri, do ndryshojnë gjërat, e kupton, por nuk ndryshuan kur. Unë për fat mirë edhe u largova mbase për diçka më mirë që më rezultoi më mirë realisht. Më vjen shumë keq që u largova në atë lloj forme, sepse nisa aty edhe paktën drejtori i mëparshëm që ishte zoti Alfred Peza na dha mundësinë të gjithëve, qoftë mua, qoftë Elonës, Ermalit, të gjithëve, pra që ne të jepnim më të mirën tonë dhe të kishim programet goxha të bukura në RTS, sepse ai realisht tentoi ta ringrinte. Nuk do riktheshe pra në këtë moment në radio televizion. Jo, nuk do rikthesha. Sidomos me atë person që është aty, jo. Cili është një projekt i radhës, Krista, në televizion? Le të shohim pak nga ardhmja tani ta lëmë të shumë pak. Kam në mendje disa gjëra, kam një projekt që po përpiqem ta realizoj, ti diçka ndryshe e bukur, mund të themi mbase mund të jetë jashtë në terren. Në cilin kanal televiziv? Këtë se dim, endes nuk mund të flasim. Pra po ndërton projektin dhe pastaj të bësh propozime. Është një ide shumë e veçantë, gjë që nuk është parë në Shqipëri. Unë e di, po si o tregoj dot. Gjë që nuk është parë në Shqipëri. Dërgo Tiri, vetëm pak orë më parë është lançuar projekti yt më i ri në bashkëpunim me Besën, një këngë shumë e bukur, shumë mua më pëlqeu shumë, ta thash edhe para xhirimit, teksti dhe pjesa jote dhe pjesa e Besës dhe refereni. Si lindi ky bashkëpunim me Besën? Shiko, kënga duhet të thënë fillimisht që është muzikë dhe tekst nga Fifi. Po. Ajo e ka bërë, e ka krijuar, e ka kompozuar si këngë. Besa pati një ide tjetër, më kontaktoi fillimisht për një këngë që ajo e kishte bërë, që ajo e kishte kompozuar. Edhe më tha, Lali si mendon ta bëjmë të këngën bashkë. Edhe ishte kënga shumë nice, ishte shumë e mirë, vetëm se nuk i përkiste kësaj periudhe që jemi tani, domethënë periudhës afër verës, ke parasysh që janë ca projekte, për shembull unë kam projekt, edhe kam disa projekte tjera që janë për pas verës, kupton, sepse janë të tilla janë këngë. Si artistit është të di dhe kur ti publikoj këngët, sepse njëjtën gjë i thash dhe Besës dhe e prezantova me këtë materialin që sa pata nis me Fifin. Edhe i pëlqeu shumë, pas e nisëm ta zhvillonim para bash në studio.
Patën ca momente, jo kjo pjesa këtu të ndryshuar, kjo pjesa këtu të bërë. Tremendje për një herë normal. Ishin tremendje të ndryshme, por që si përfundim kemi dalë aty ku të tre do. Po, rezultati ishte vërtet shumë i bukur. Ne kemi një ide tani, nuk e di sa mund ta realizojmë, ti bëjmë një prank besës. Kemi menduar që ta marrësh në telefon dhe t'i thuash që një shoku im që është përfaqësuesi shoqatës së shqiptarëve në Dubai. Na ka kërkuar të performojmë atje për të promovuar këngën dhe duhet të vishemi unë si sheik, ti e mbuluar me burxha si. Do na japë 20.000 euro në kokë thuaj. No. Ti? Edhe merr një besën tani çfarë do thotë? Sigurisht dhe po. Give me the money. 20 euro, come on. Jo, po si do largoj se është propozimi i çuditshëm për performansë. Është propozimi i çuditshëm, po ja lekët mes, nëse po flet një bricjap. Tamam, shkoj u s'ka gjë, playback ndojë si besë. E fortet mos pranoj thuaj okay se do vi tjera. Do përpëroj me Kristën. Tani çati bëj besës dhe herë çati them. Atëherë, një shoku im në Dubai më ka kontaktuar, ai është përfaqësues i shqiptarëve atje. Në Dubai, po. Dhe i ka pëlqyer shumë kënga dhe do që ta promovojmë atje dhe të performojmë. Unë i veshur si sheik dhe ti me mbuluar. Domethënë nga këto që mbulohet dhe hunda. Vëre me viva voce. Event privat thuaj, vetëm për njerëzit më të njohur në Dubai, ekskluziv. Lali. Si je? Mirë, s'kalove ti. Mirë, shiko kam një pyetje shumë interesante. Kam një ofertë për në Dubai. Po. Ka marrë telefon një miku im që punon atje për artistët shqiptar. Edhe donë që të performojmë këngën atje. Kam bërë një pazar kështu paraprakisht nga 20.000 euro për secili. Po, i vetmi kusht është që duhet vishemi, se ke parasysh që ato në Dubai. Ke parasysh me çajën ato, me tip perçe. Edhe unë... Po, e kuptoj, po ku këndojmë ne? Tani, eventin, dhe më thonë, to detajet nuk është se i kam, po e di që është event privat. Po, në rregull më mirë vajlesh, 20.000 euro s'jam pak lek, lal. Për të këndu i këngë, se nuk do... Do e bëje, dhe më thonë. Po, pëse jo, më lalë, që është korekte, dhe më thonë, event korekt, që shkon, këndon një këngë e ikën, apo këndon gjysmore, apo një orë dhe ikën. Po, shiko, çështja është që unë jam në një emision tani dhe të bëra një prank. Krisa jam, ja thash Tirit, dhe sigurisht do pranoj tash janë 20.000 euro, s'jam pak. Nga që po të kishte ndonjë problem, do të thonë normalisht jo, po përderisa të shkojmë këtu. Lali, për zoti ke bërë shumë mirë që the po. Se po të thoja jo, do fillonin njerëzit tonë, shi besa nuk shkon as për 20.000 euro. Zemër të unë punoj, të fjalë. Po patjetër që po. Me kaj shumë lek. Hajde se mbasi ishe një lloj manifestimi. Po, mbasi vin oferta tani. Besa, të presim në studio. Qa emisioni jemër maskara? What the fuck show nga Andale. Okej, ju përshëndes. Të puthim dhe ne. Lali Gjomi, thank you. Ciao, pace. Ciao. Fantastike Besa. E më mirë bari lesh se janë 20.000 euro. Po, u pa punë. Unë do vishëm si sheik. Shko, nuk ka ndonjë problem, ato vesh se atje është kulturë për ata. 20.000 euro. Jo, është kulturë për ata. Kështu që unë shkoj për 20 euro. Nëse mendoni që lojrat përfunduan me kaq, jo, sepse ju pret Kostiani në këndin tjetër të studios, ka të bërë një tjetër lojë, mos më luj mend. Ja pra mirë se erdhët në rubrikën Mos më luaj mendsh. A jeni gati të luani mendsh? Patjetër. Kemi luajtur me kohë. Ashtu, ë? Filloj me pyetjen e parë me lojën, e kam bërë, nuk e kam bërë. Hajde. Kam thënë të dua i pari ose e para. Me këtë këtu e kam bërë. Më kanë dedikuar një këngë dashurie. Më kanë dedikuar? Një këngë dedikuar, no. Nuk e kanë bërë. Zështë e kam bërë. Ti se nuk e ke dedikuar një këngë, Kristës? Po, prito avash. Prito se do kohë gjeja.
Kam kërkuar falje I pari edhe pse fajin e kishte personi tjetër. Po. Ba. Kam kontrolluar telefonin e partnerit dhe ai se mori vesh kurrë. Kam mashtruar. Si kontrollojmë kur e marrim jemi aty të dy. Ai dini kodet njëri tjetrit në telefon. Krisa e ditimen, po. Okej. Krisa e ditim, mos e dit Kris. Kodin mo? A mos ja fut kod se e din. E di, po bëj si mos e di. Kam mashtruar për diçka serioze vetëm që t'i shpëtoja situatës. A më gjithë e kana bombu I herë. Kur kanë qenë shkollë mbase? Kam thënë do fle vetëm se kam qenë I lodhur për të bërë dashuri. Do fle vetëm se no. Unë them e thjesht ta them, nuk ka pse justifikohem. Kam pyetur njerëz të afërt për të konfirmuar që partneri nuk më ka gënjyer. Pasë po. Shef Krista Stefan. Kemi një gjë. Kjo ka të bëjë vetëm me mua dhe Tirin apo edhe në përgjithsisht? Me ne të dy. Si përgjithsisht. Përgjithësia këtu jam unë. Wow! Apo mirë. E kam bërë partneri në publik, por në shtëpi e kam treguar vendin. Si pati, po. Çfarë vendi ke treguar? Nuk e rafjo. Nuk rrifemi. Nuk rrifemi. Kam bërë padashje like në Instagram një ishit teksta I bëja stop. Kam bërë like ishit? Padashje. Teksta ishit me profilin. No. Okej. Shikon kam respekt për gjithë ishat në të drejtën. Ashtu? Qyshe vakte me ime? Nuk e se mundom kemi një këshu, Që se ke Krisën shumë afër. Jo, po kjo mendoj që kjo është... Të jemi politikisht korrekt. Mendoj që kjo është gjë e duhur, kupton, s'ka pse tjetë ndryshe. Më mirë se s'janë vrarë. Tu kalim të pyetje ja tregoj qefin në shtëpi. Dhe pyetja e fundit më e rëndësishme, kam gënjur në këtë intervistë. Kam gënjur në këtë intervistë. Ke këto pyetjet. Prandaj pyeta për kë e kishit, më thënë vetëm me marrëdhënien time apo? Është sinqer Eduardo kishte për Të thash mos ulat! Po do ulesh atë. Po çfarë do ava? Me ta pije ke këtë vetë. Ti s'të bëj. Plasja, çaje? Se njerëzit nuk duan t'ju shikojnë ju përmbyllje, duan më shikojnë vetëm mua, apo ja? Ik me Unë do ju them gjithë njerëzve që na ndiqni nesër sepse është finalja, jemi live në Instagram dhe në Facebook se TikToku na lashën shëndem, po. Do bëjmë namin, finale ata, finale neve. Misi ka një deklaratë bom nesër në live. Po, do bëj një performancë dhe Misi, kështu që mos mungoni. Thjesht na ndiqni siç ju ndjekim ne. Bajandale, keni username-in këtu poshtë. Që ikim tani se... Ikim të premten tjetër njëjtë avaz. Na ndiqni sepse ne për çdo gjë themi what the fuck. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube dhe na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale. Andale. Andale!